flinte kur ka qenë një herë e fundit kur ke qëndruar gjithë natën pa gjumë? Për shkak të ndonjë shqetësimi, po e them kështu që e ke pasur? Qëndroj shpesh. Qëndron shpesh? Unë edhe pse jam një grua e shifrave dhe zakonisht gratë e shifrave mendohet se kur janë gra shumë të forta dhe mendohet se kur janë gra të hekurta, por ndërkohë që jam natyrë që jam shumë emocionale dhe jam edhe shumë empatike. Kështu që ndetet e mia pa gjumë janë të shpeshta, mund të them pas çdo ngjarje, një ngjarje që më shënon pak apo që më prek, mund të bëhet shkak i një nate pa gjumë, patjetër, sepse jam natyrë që e mendoj dhe e rimendoj dhe shikoj detajet, mund të kishte ndodhur kështu ose nuk mund të kishte ndodhur kështu, kështu që jam natyrë që nuk më pëlqen kjo gjë te vetja. Do doja që t'isha pak më më e lirshme në këtë pjesën e let it go apo lëre të shkoj situatën. Kështu që jam një person që ri shpesh. Në libër flitet edhe për divorcin. Po. Po ta shtroj kështu pyetjen. Një çift që dashuron, pse duhet vi deri te divorci? Ai bie se dashuria konsumohet? Patjetër që dashuria konsumohet, dhe unë nuk mendoj që dashuria është pjesa më kryesore e një marrëdhënieje. Pra nuk do ta definoja një divorc si ose mungesën e dashurisë si arsye për të pasur një divorc. Pasi nuk e shikoj dashurinë si atë tullën kryesore që e mban një marrëdhënie. Unë mendoj që një divorc vjen në momentin që ka mbaruar respekti, pra i të dyja palëve, përveç se respektit, patjetër që një pjesë shumë e rëndësishme që për mua është, nëse nuk është në një marrëdhënie, marrëdhënia funksionon në shkomunikimi, dhe shikoj shumë shpesh në shumë çifte. Dhe me të gjithë personat që kanë folur, pra që kanë pasur një divorc, të gjithë thonë që kohët e fundit apo vitet e fundit ishin vite që nuk komunikonim shumë. Dhe kam përshtypjen që komunikimi edhe respekti janë dy ndër elementet që i mbajnë bashkë dy persona. Pastaj mos kalojmë në pjesë të tjera që patjetër vizioni i përbashkët për gjërat që duan në jetë, ndoshta edhe një lloj barazie intelektuale, ka shumë faktor, por nuk mendoj që mungesa e dashurisë është ajo që sjell divorcin në fund. Absolutisht jo. Çfarë ka diçka që një grua e përjeton por se përjeton një burr gjatë divorcit? Unë mendoj që të dy e përjetojnë divorcin, por e përjetojnë në mënyra të ndryshme. Mendoj që një gruaje në momentin që divorcohet, patjetër ai momenti i parë është jashtëzakonisht shumë i vështirë, pra vuan shumë në muajt apo vitet e para, ndërsa për një burr momenti i parë është një lloj forme çlirues. Okej. Ashtu siç e kam parë unë, faktën. Është çlirues dhe i duket sikur në ato pak muaj do të rikuperojë të gjitha ato vitet e jetës së tij që ka qenë i martuar apo i burgosur në thonjza. Pra ka një lloj diferencë në këtë pjesë. Dhe meshkujt zakonisht e vuajnë më pas. Pasi kalojnë disa muaj apo disa vite, e vuajnë më shumë pjesën e divorcit. Pastaj pjesa e fëmijëve, mendoj që për gratë është më e vështirë. Ka diferenca patjetër, por mendoj që në momentin që vjen një divorc dhe janë fëmijët përfshirë në mes, gruaja është ajo që e vuan më shumë këtë pjesë. Jeni eksperte e teknologjisë, thash, po flasim për letërsi këtu. Në Japoni, një nga çmimet më prestigjioze letrare, e fitoi një vajzë e cila ka pranuar se ka përdorur ChatGPT-n për të ndihmuar në krijimin e veprës së saj. Ti